dhe kanë keq interpretuar nga format nga më ndryshme ç'është ky që kërkon të hiqen 7 vjet në drejtimin e Partisë Demokratike. Çfarë e prish punë Partisë Demokratike që hiqen 7 vjet që vjedhin votën? Vetëm pastrohet. Në unë që them tot 7 vjet me dokumenta kanë vjedh vota dhe duhet largohen, unë hedhen sipas tyre. Nëse ato që e kanë fut helmin aty mrena, ato nuk analizohen dhe nuk diskuton askush rreth atyre. Pushimit këtu në Pogradec, në fëmijëri, edhe në atë kohë ka funksionuar ky turizmi i mrenshëm. Ju e thatë me të drejtë që kjo është një garë dhe është mirë që të ketë sa më shumë pjesëmarrje dhe edhe unë do kisha dëshirë të kisha komunikuar me sa më shumë anëtarë të Partisë Demokratike këtu, po kushtet edhe rrethanat janë të tilla, edhe të fushatës edhe të situatës që nuk më shkryu mundësia të flas me shumë me antarësi. Mund të fokusohem shkurt në disa elemente të platformës time dhe të asaj që mendoj unë që edhe nuk ka funksionim mirë dhe duhet korrigjohet në Partinë Demokratike, duhet korrigjohet. Nuk duhet ndryshoj kryekput, se korrigjimi është kur ke gjëra të vogla për të. Pogradeci është një rreth, një degë e Partisë Demokratike e cila ka vujt problematikat. Që i vun problematikat? Problematikat ne i vun se s'kemi rregulla. Kur kemi rregulla, s'ka me probleme. Ja që them një element të fushatës që po të funksionon, një element të funksionimit të Partisë Demokratike që po të zbatoj, ai element patjetër nuk do krijohet edhe këtu keq kuptime dhe nëse dikush votohet dhe nuk merr votë në strukturat e Partisë Demokratike, ai nuk mund të vazhdojë karrierën më lart. Për shkak se kështu e kërkon rregullat. Ky quhet elementi i karrierës dhe elementi i karrierës përfshin mrena drejtues strukture, drejtues kandidat. Në momentin që një drejtues strukture humbet te zona e vet ose te zona që mbulon, i bëhet një analizë. Por e humbi se s'kish çfarë bënte, pra humbi me rënje apo humbi po u ngjit pak ky me rezultat. Në momentin që ky humbet me rënje nuk ka si e vazhdon garën me atë, se nuk garanton që do bëj një gjë të harit radhën tjetër. Ndërsa një drejtues i një strukture i cili fiton ose një kandidat i cili besohet dhe merr vota, kuptohet ai do ecë përpara. Dhe këtë nuk e ka ndorë as kryetari i degës, askush, që aty t'ia ndaloj drejtën e garës. Nuk ekziston këtë rregull. Do të thosh ti ai din këtë rregull. Kto lart e din këtë rregull, por nuk merr se s'ka se si mos ta din se është rregull shumë kryesor për Lulzim Bashën në 2018 në kërkuar. Vendoset një rregull. Që po humbe 2 herë nuk ke çfarë jep më për atë parti. Po ta kishim vu këtë rregull që unë kam kërkuar në 2018 do e kishim këtë sherr. Pra rregullat ndalojnë edhe sherrët, sherrnajën brenda partisë. Lulzim Basha thotë kam drejt 3 herë, 5 herë, 17 herë kandidoj, se kam rregullin që më ndalon këtë. Pra rregullat e karrierës dhe karriera janë shumë të rëndësishme sepse karriera do të thotë që një individi e bën më të fortë pa varur, individi e di si e ka rrugën dhe nuk pyet individi për atë që është atje lart për ta ardhur, siç ndodhi u këtu. Ju kush nuk ka pas raste nuk e keni vënë besu personin edhe e marrin atje me katapultime që janë atje lart. Nuk është mirë kjo. Se ti mund ta bësh për le të pakënaqur njerëz. Një pjesë nuk kanë çfarë bëjnë vinë, por nuk vinë me zemër. Kur nuk vinë me zemër nuk ka besim aty. Nuk ka se ti nuk i ke vetëm votues antar të Partisë Demokratike, ti ke edhe njerëz si propagandor. Një element tjetër, kjo është e karriera dhe po të futesh te karriera ka shumë element tjerë që këto nuk i kanë futur statutin e Partisë Demokratike, këto struktura drejtuese tam gjithmonë kur tani këta, se ato e kanë marrë përsipër këtë. Dhe po t'ja u kërkosh edhe po t'ja u japësh në dokument, këto bin dakord gjithmonë parimisht, por në fillim nuk i zbatojnë edhe rregullat. Ky mosbatimi i rregullave është problem edhe më i madh. Prandaj kërkohet që të ketë debat. Për çdo gjë të ketë debat. Nuk kandidojnë 2 persona ka të debat. Dhe çfarë ndodh me debatin? Debati edhe ti përgjigjesh para njerëzve kur janë debat. Pse e bëre, pse s'e bëre këtë? Ose ti njerëzit e dinë se çfarë mendimi ke. Kur del në debat, thotë ky ka këtë nivel, ky ka këtë nivel. Në momentin që to e heqin debatin, ti pastaj fillon edhe nuk gjykon më për njerëz. Po them ndoshta për punë Pogradec, po në Tiranë që si njohin njerëz duhet të dëgjojnë çfarë flasin. Dhe
e kanë ndërtu këto sistemin e atyre, e kanë heqë debatin me qëllim që të struktura drejtuese lartë që mos të kemë në përkam këto njerëzit që flasin, se thonë që këto njerëzit që flasin të prishin partinë. Njerëzit që flasin me argumenta nuk e prishin partinë. Njerëzit që shajnë kohë të prishin partinë. Pata një debat sot pikërisht për këtë punë, për punën e helmit edhe hetës helmit. Ne e kemi helmin mrena, nuk ka nevojë të hedhësh helmin të fare, sepse ato që flasin dhe e tregojnë thonë ta heqim helmin, që helmi që janë gjithë të shkelit e rregull janë helmi mrena partisë që na bëjnë ne që të jemi të stonojmë, mos kemi besim se do organizohemi dhe do fitojmë. Se këtu mungesa besimit që këtu fillon. Shkojmë edhe më andej, kur preket vota, aty nuk ka më rregulla, nuk rri asnjë gur më në atë themel. Sepse ti po e preke votën, ti ke hap një lojë të pistë që nuk bën të luftas më kundërshtarin. Dhe kanë keq interpretuar nga format nga më ndryshme ç'është ky që kërkon të hiqen 7 vjet në drejtimin e Partisë Demokratike. Çe e prish punë Partia e Partisë Demokratike që hiqen 7 vjet që vjedhin votën. Vetëm pastrohet. Në unë që them këto 7 vjet me dokumenta kanë vjedh vota dhe duhet largohen, unë hedhen sipas tyre. Nëse ato që e kanë fut helmin aty mrena, ato nuk analizohen dhe nuk diskutohen askush rreth atyre. Kjo që themën në shfakt, se po mos dhe i vetë pranum, se po mos po t'ishte aludim pastaj kjo, që se do hedhja helmon. Se ti nuk mund t'aludosh për tjetrin që vjedh vota. Por tjetri e ka vjedh votën, aty duhet ndaloj gjithë partia. Kush ishte ky që e preku votën në dorë? Do që ndodhë me personin, nuk gradohet. Nuk mund të rrinë në drejtim. Personit i ndalohet karriera për 10 vjet. Sa këto rregullat e partisë? Dhe këto rregull po e kërkojnë. Më demokraci ka ndegë dhe më rregulla se sa atë lartë. Pse ja them, tu mund të bërë votim dhe ju e ndjekni votimin për kryesi. Numëroni edhe votat në krah. Ndërsa në Këshillin Kombëtar, jo se du ta ludojmë se ka pas vjet, po këto i hedhin dy dyshimit me vete, sepse i kanë shpall lista dhe nuk tregojnë sa vota ka marrë gjithë secili. Po mund të ketë kush është marrë me struktura, mund të ketë raste që e dyshon në një që momentin që do ketë një listim personash ka edhe votat në krah që tragojnë listimin, se s'ke si do e bësh listimin ti, ka e bëre, po s'vure votat në krah. Shkoj data 20, 3 javë kanë këto që nuk e tregojnë listimin. E kanë po kërkesë me shkrim, lutëm tregojnë listimin, se ky listimi është i detyrueshëm, nuk është në drejtën tuaj ti listoni apo është detyrimi juaj që ju ta bëni këtë veprim. Nuk them përgjigje. Okej. Edhe kjo ndryshon. Ju bëj kërkesë për debat. Sali Berisha për shembull është një politikan i vjetër në karrierë dhe një politikan që ka kaluar sfida nga më ndryshme, nuk është një politikan do si do. Po ama kjo nuk do të thotë që Sali Berisha të ulet edhe debatoj për këtë probleme me kandidatin tjetër. Sepse unë kam dalë konform rregullave dhe procedurave. Këtu jam si rregull e karrierës time, këtu kandidat nuk se më lejon apo s'më lejon Sali Berisha. Kam thënë prova që jam këtu dhe mund të jem këtu për të kandiduar. Ti je më zoti, hajde dhe debato dhe bëj edhe diferencën mes antarësisë, që antarësia të kuptoj ky ose ky. Ty 2-3 herë më shkrim jam drejtuar dhe kryesisë qendrore dhe premtimit Sali Berishës. Për faktin që ka thënë gjithë antarëve që ne do kemi primare. Primaret janë shumë se debati. Primaret janë niveli i lartë i debatit, i organizuar me pyetje me të gjitha, ndërsa unë po kërkoj një debat të thjeshtë. Kuptohet, diu që do nga debati me doktorin se është doktori që ndron shumë lart, por debatin do ta pranoj doktorin se është doktor. Debat si tjetër mund. Po ai duhet ta pranoj këtë. Do po se pranoj këtë dhe s'pranon demokracinë, na bën dëm të gjithëve. Se më thonë mos e përmend punën e debatit se po na bën dëm. Ore, doktori që s'vjen debat po bën dëm apo unë që po e përmend. Po ka dhe hallet më, po tash s'kemi një 2-3 herë pak të ndalë. Që të shujmë edhe merakun e njerëzve. Pra, këto kanë të bëjnë me, ose shtrirjen e Partisë Demokratike, këto e cëlluar të rradhë edhe me mekanizmin që u ndërtu. Sepse ju e dini, po gradet, sikur do
duhet të ketë shtrirje dhe territoriale për fajcimin e antarësisë. Po se pa të territoriale shtrimin ju antarësi e përfaqësuesve do shkoni diku në një zonë dhe s'keni se si ballafaqoni, sepse dikush do shkojë do komunikojë me ato antarët atje. Po pasi nuk mund zhvishen edhe nga intelektual. Sepse ata ka njerëz me reputacion në shkollë që duhet të jenë, sepse kanë reputacion në zonë, po ka edhe njerëz intelektual që duhen ty për shkak sepse do futesh debat për ekonomi, nuk di ai, as di asun për ekonomi. Pra do kesh ekonomistë, jurist, do kesh njerëz të fushave të ndryshme. Dhe kjo ka funksionuar në Partinë Demokratike, nuk ka pse prishet kjo, ky lloj organizimi që ka shtrirje edhe për gjatë gjithë territorit, por ka edhe shtrirje edhe për nga fushat edhe grupet shoqërore. Kjo nuk ka funksionuar të rrallë në Shqipërinë kombëtare, besoj unë, dhe nuk ka qenë mirë. Dikush do të ka funksionuar, por nuk funksionon nëse në një zonë dalin 28 vete, në një zonë nuk del asnjë ose del një person. Nuk kjo është faktu, nuk po ndërtoj argumentin mbi hipoteza, po ndërtoj mbi fakte. Pra ky organizimi i partisë që them unë në këto 4-5 rregulla janë minimalisht, po se unë e kam bën këtu, nuk e ndërton dot trampolinën për të ardhur në pushtet. Ma tha dikush në Elbasan mos duket pak kjo mos duket pak idealiste. Kjo s'është idealiste. Quhet kusht minimal për të ndërtuar demokracinë të shtëpia jote. Për ta ndërtuar demokracinë për të besuar njerëzit atje. Njerëzit nuk na besojnë së pari për faktin që ne nuk funksionojmë në mënyrë demokratike. Kemi edhe emrin. Jemi partia e parë antikomuniste demokratike. Mbyll këtë pjesë që vlen shumë për të mund kundërshtarin, sepse ti je një ekip që njerëzit shohin, dhe kur të shohin që ti je i Zotit për pushtet, ato të besojnë. Kalojmë te e dyta, te fakti që si do ta argëzojmë në këtë pushtet, dhe çfarë pushteti është ky? Se na e kanë gatruar këtë punën në këtë pushtetit të Tiranës ç'është? Ky është një sistem kontrolli i plot i siç e ka pasur Hoxha, e ka pasur sistemin e kontrollit me diktaturë të drejtë për drejtë. Tash i kanë dhënë kohë dhe me diktaturë drejt për drejt nuk shkon, se s'ta lejon as bota. Këto kanë bërë diktaturë të tërthorë. Si është diktatura e tërthorë? Nuk ke pse kontrollon njerëzit në detaje, po njerëzit mund t'i kontrollosh në fare mirë, në rrugën ekonomisë. Kanë ndërtuar këtë sistemin oligarkik mafioz, nuk ja heqin shpesh PD-ja, nuk e ndërton këtë. Nuk e ndërton, i dhe epitetin mafioz oligarkik. Epiteti mafioz është shumë rëndësishëm, sepse këto oligark që duhet ta dinë që ekonomia atyre furnizohet edhe nga paratë e krimit edhe paratë e pista. Dhe detyra e jonë nuk është vetëm ta etiketojmë dhe ta përmendim. Po kur një parti është organizuar, fillon edhe të nga e marrin lek këto dhe tregon fije. Njerëzit fillon e shohin. Kur fillon e tregon fije që këto vazhdojnë të operojnë me offshore në Shqipëri dhe nuk ka ligj që i ndalon offshore, dhe di çfarë janë offshore. Offshore janë ca llogari bankare, ku këto politikanë tonë kanë quajtur atje nga 30-40 milionerë, po edhe këto djathtë fatkeqësisht, jo vetëm ato të majtë. Se këtu fillon edhe ngatrohet e sapi, ngatrohet llogaria. I kthejnë këtu në Shqipëri, bëjnë edhe biznese bashkë, edhe dalin e bërtasin njëri për demokraci majtas e njëri për demokraci djathtas, edhe rrojt nuk ja u di se ç'u janë këtyre punëve, dhe tash mund të majtë të zbardhin këto rrojt. Ka burra në PD, sa dush dhe njerëz që mund ta marrin përsipër që të zbardhin, që janë këto oligarkë, që janë këto. Dhe ka edhe betejë ligjore, nuk ka PD-ja betejë ligjore për offshore që të ndalohen në Shqipëri. Se vullneti aty duket. Ke ndërmarrë iniciativa ligjore për ta ndërprerë, nuk ka iniciativa. Pra ky sistem, po nuk e sulmove këtu, nuk mund ta rrezosh këtë sistem. Pra çfarë them unë? Unë them që kjo punë do të ndryshu, po jo do të ndryshu pak, po do të ndryshu kryekput kjo punë. Se nuk është këtu puna që ke një lojtar si Messi ti edhe i bën gol në kundërshtarin. Se Librisha mund të jetë lojtar si Messi në politikë, po gol nuk i bën dot vetëm kundërshtarit. Na do të gjithë ne dhe na do ta shtri Partinë Demokratike aq shumë, sa i duhen aq shumë njerëz për të bërë gol ndaj kundërshtarit. Që realisht është i fortë në anën ekonomike, po është i dobët në anën morale, dhe kjo është avantazhi jonë. Sepse nuk ka shtresë shoqërore që nuk e urren Edi Ramën në kuptimin e asaj çfarë po bën për Shqipërinë.
bizneset, ku shka, unë kam një biznes vogël, ka një që nuk e sheh, Edi Ramën biznes i vogël nuk e sheh me syrin e njeriu që ushtron vend që ndihmoj biznesin ta çojë para shoqërisë ka konkurrencë. Ky sistem i mojimit konkurrencës, çka ka bërë? Janë ndryshe një biznese. Ti vogël i mesëm. Për çdo rast qytetatinë, bllokon tregun. Në gjithë ato e ka bërë Edi Rama. Po të futesh në shtresa e mesme e shoqërisë që janë intelektuale edhe në që janë të konsumit edhe në sektorin privat edhe në sektorin shtetëror. Janë numri paktën po gradet nuk janë pak, po në Tiranë dhe në rrethet e mëdha ka shumë. Dhe ato nuk e gjenë veten, janë një kontingjent gri, nuk e gjenë veten të PD-ja. Duhet lëviz PD-ja sepse duhet shumicë këtu, nuk është çështje bashkimi. Po pse e zgjidh problemin kjo puna e bashkimit atyre atje lart? Ka qenë s'është problematik. Se s'është më. Lëvizja ato s'është. Nuk më është antar i listë nëndës lëvizja. Është në Lushki, po. Degën e gjatë Tiranë. Është në Tiranë. Nuk e kam me dinë në ndarë. Atje se kemi vendosur ne. E po mirë, edhe kam fjalën se që kështu funksionon kjo punë. Ne vendosur se Laudinin, nuk e kemi. Që është me nërmi. Në paska ashtu edhe aje, paska. Tash kjo punë që po them unë për punën e bashkimit atje lart, duhesh gjetë një rrugë bashkimi. Tash unë ju e dini që unë me Lulin i kam pas punë të keqe në 2015. Në 2018 dolëm shuarazi. Dhe unë në 2018 e analizova se çfarë po bën edhe në 2017. 2017 ajo marrëveshja e pse them unë për shembull që duhet edhe oponencë brenda partisë, se gabon doktori. Se ka gabu doktori për shembull 2017, kur gjithë ne u çuditëm çfarë bën Luli me këtë bash, Luli me Edi Ramën, doktori thoshte marrëveshje historike që shpëtoi Shqipërinë, shpëtoi demokracinë. Po. Edhe kam qenë çudit, unë nuk fola nesër tash doktori i di këtë punë. Kur e pash ja futi kot edhe doktori pa ta thënë doktor ke fillu ke duhet aktivizohesh se ke humbur hakën politike. Se kaq gabime trënda nuk do të vote doktori por mos ta shihte nga jashtë problemin. Pa e shihte nga jashtë të s'do të fuste dur te partia, edhe ja pastaj fillon ja fut kokë në herë dhe na çorienton gjithë ne. Kjo futu mos u fut, mos na bëj rëmuj. Se edhe kjo ishte, ose më vonë 2018. Unë 2018 nuk isha pse e gënjeja doktorin që na tradhtoi Lulzim Basha dhe ky, se po të gënjesh kështu me tradhtim. Ka dy palë bëhet biseda, o maskara e ti që gënjen, o maskara e ai që tradhton. Problemi taksis. Taksistori që i thoja se si Lulzim Basha është pjesë me oligarkinë dhe po na mbytne, po na bën, nuk kam qenë në atë kohë pjesëtari atij grupit që merren me protestën, nuk dija punë nga afër se po na tradhtonte Lulzim Basha me shok me një pjesë mirë të PD-s, që ishin me oligarkun. Edhe këto të thonin, mos e ngjoni këtë, e thanë demokratëve të Kukësit, mos shkoni ju demokratë se ky është me oligarkun. Të çorientojnë. Tash këto i shërbenin oligarkut. Oligarku i Edi Ramës, dhe unë nuk hyja se ku hyja unë që t'i shërbeja Edi Ramës, vetëm këto e kanë, vetëm këto e dinë. Se këto deformojnë edhe logjikën, ku s'kanë çfarë vënë argumenta dhe duhet të them që ky sistemi jon i drejtimit atje lart ka qalesa shumë të mëdha. Duke pas qalesa shumë të mëdha dhe shumë figura që i kanë futur durt në tyrën e demokracisë dhe në bashkëpunim me këtë sistem duhet pastru. Ju thoni e pastron dot ti. Unë besoj që e pastroj. Sepse nuk e pastroj, e pastron rregull. Po nxorrë një rregull, të rregullin e miratojnë demokrat, ai rregull fillon edhe i pastron, jo njëri, jo tjetri. Po vendosin një standard, ti ai nuk i do nga standardi, do të rrosh e le politikën, se kështu është. Po bëre gabime të rënda në demokraci, ose humbje të mëdha, ti le politikën, se njerëzit nuk kanë kohë të bëjnë program. Pra kjo është ajo rruga se si është shohun edhe opozitarizmi kundra Edi Ramës, po edhe si veprim pa rregullimin e shtëpisë tonë. Se po dalim pastaj te protesta, unë nuk kam qenë një person që jam marrë më shumë me studime. Për shembull, në arsim jam marrë me reformat arsimore, bashkë me Kopshën kemi qenë. Që janë kanë ndodhur në Shqipëri. Kur kam marrë kryetar Qarku, jam marrë në të autoritetit të telekomunikacionit, jam marrë me strategjinë e zhvillimit të telekomunikacionit. Në kryetar Qarku jam marrë me strategjitë e zhvillimit të turizmit, se si
Po pastaj detyrova me mësua këto protesta, se s'ke ku shkon pa mësuar protesta. Se të detyrojmë rrethanat. Pra protesta është mjeti jonë i rëndësishëm për të ndaluar këtë revanshin e Edi Ramës. Nuk e ndalojmë dot pa protesta, këtë keni të sigurt. Sepse me vota ai po tregon që unë dalë dhe manipuloj votën. Pra nëse protesta, unë nuk e kam qenë protestat e dhunshme, por protesta që rezistojnë, njerëzit rezistojnë. Se njerëzit janë mërzitur në Tiranë, po ju kërkove besim, dhe besim njerëzve, do të patjetër që njerëzit do dalin edhe do protestojnë. Unë ma shumë nuk kam që ju them, nëse keni një pyetje për të më drejtu, unë do isha i mirë pritur, por vetëm në aspektin e asaj që të më kundërshtoni se për të thënë, jam dakord që s'vlen më. Meqenëse se jemi edhe pak do t'ju lutesh atë mënyrë që këto gjëra që i diskutojmë 2-3 gjëra këtu të çojmë edhe më nesër unë s'kam si plas me gjithë antarësinë. Po ideja është që unë kam marrë për të thënë që unë kam formimin, kam njohjen e strukturave në ato nivele sa mund ta drejtoj Partinë Demokratike për me dhënë model 3, se për modelin që kemi unë nuk jam për këtë model. Ky model unë e kam deklaruar që me këtë model nuk shkoni askund. Jo disa Berisha këtu, po të merrni edhe Trumpin po ta ndihni në krye të këtij modeli, dështon Trumpin. Dhe kjo është arsyeja sepse unë kam hyrë ngar për të thënë, është kryer put modeli tjetër që rrezon Edi Ramën, ky s'rrezon. Unë e di se s'do e marr ndoshta besimin e duhur për modelin, po do ndryshojmë. Po se punon do e bëjmë pas se do e di ku do shkojmë, jemi me një rrugë çorre që do shkojmë këtu në fund dhe do detyrohemi të kthehemi të shohim modelin prapë.